qenë pak në tension në vështri me një koalicion jo të natyrshëm ti dhe zonja Statovce e cila o tregu e guximshme dhe është rikthyer në partinë që është partia Ibrahim Rrugovës. Ajo sot mban numrin 9 në Gjaks, një numër që ka mbajt Fadil Vukri dhe ka qenë legjend, kështu që po konsideroj që ai numër do të sjellë edhe fat dhe sukses e saj, po ashtu edhe Gjavës në numrin e vet dhe do me abon një pyetje Vjosës nëse më lejohet, Leta Statovce. E ke zgjedh këtë numër sepse je rreziku që mund të mbetesh jashtë numrit që unë konsideroj që do të jetë mbi 20 i deputetëve të LDK-s në kuvendin e Kosovës. Bajeni mend të parashikimi i ndajeni po. Apo po të kishe qenë në lëvizjen vetëvendosje, se kishe zgjedhur numrin fare, sepse atje ke qenë me le dhe me mund shumë më bo deputet. Shika, faleminderit shumë edhe për pyetjen, faleminderit që përmende edhe një legjend të sportit pra Fadil Vukrin e ndihem krenari që kam këtë asociimin e numrit 9, se po e shoh që vazhdimisht po e lidhen me futbollin, domethënë 9 që ishte sulmi të golla aty. Unë e vlerësoj besimin edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë dhe në të kaluarëm kanë garuar me numra të ndryshëm. Fillim mandatin e parë me numrin 48, pastaj kam pas numrin 26, së fundi kam pas numrin 17 dhe me cilin do numër unë jam bo deputete. Mandatin e kam pas dikon me afër 20.000 vota. Po të kishte qenë halli kryesor imi një mandat i radhës, unë besoj që edhe me numrin e votave të cilët kam pas tradicionalisht, edhe me përvojën dhe angazhimin besoj të dhënë si deputete e Republikës së Kosovës, çështja e hallit për një mandat të radhës do të kishte qenë dukshëm më e lehtë. Por unë nuk mund ta kaloj ylberin e të bëhem një njeri tjetër